Banorët e Allësit në Tiranë kanë ngritur një protestë për shkak të ndryshimit të projektit në zonën e tyre nga i fillestar dhe t'i kalimit me afro 2 muaj të afatit të punimeve. Protestës i është bashkuar dhe sekretari i Aksionit Qytetar në Partinë Demokratike Ervin Saliani, i cili dëgjoi nga afër shqetësimet e tyre. Nuk zum kur erdhi kur fillun punimet e këtij projekti. E pam edhe fillimin e saj. Tash është deviju projekti komplet. Tu kanë në shumë projekti i rrugës, ka qenë edhe projektu me 11 metra, është bën 9. Nga 9 është e kanë pengu, e kanë bë me devijim në bazë të shefit familje edhe interesa të firmës. Përveç kësaj po thoni që ju kërkojnë para nga për të prish avllit tuaj, në vend të prishin avllit për të sistemuar, për të shërbyer komunitetit, bëjnë projekte për të shërbyer secili vendit vet. Në këtë lagje të madhe të Tiranës jetojnë mbi 1000 familje, të cilat kërkojnë përfundimin e projektit përpara fillimit të dimrit.